Unioni i Gazetarëve Shqiptar ka reaguar ashpër pas vendimit të autoriteteve kufitare greke për shpalljen e gazetarit investigativ Artan Hoxha si person non grata në Greqi. Sipas UGSH, masa është absurde, ekstremiste dhe pjesë e një serie praktikash të përsëritura ndaj gazetarëve shqiptar. UGSH i ka bërë thirrje Ministrisë së Jashtme shqiptare që të kërkojë menjëherë shpjegime nga palët greke dhe të aktivizojë mekanizma diplomatik paritar për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve shqiptar. Ndër të tjera, UGSH ka ngritur dyshimet se segmentet e ekstremizmit politik dhe nacionalist në Greqi ndikojnë në hartimin e listave të gazetarëve shqiptar që raportojnë për çështje historike, etnike apo për afera të homogjenëve grek të shndruar në shtetas grek pas viteve 90. Organizata ka informuar se i është drejtuar dhe institucioneve ndërkombëtare të medias dhe organizatave të lirive civile për solidaritet dhe reagim. Aktet e ndalimit dhe të shpalljes së gazetarëve si persona të rrezikshëm dhe të padëshirueshëm nga shtete fqinje si Greqia janë precedent të rrezikshëm dhe sjellje kundër lirisë së qarkullimit, shprehjes së lirë dhe raportimit mediatik.